mëngjes të dashur miq dhe mirë se erdhët në Villa 24. Jam e kënaqur që edhe sot ritakohem me ju në të njëjtën orë, në të njëjtin ekran. News 24 na takon çdo mëngjes në transmetimet tona të përditshme, duke ju uruar një ditë sa më të bukur të keni, edhe pse mëngjesi sot ka nisur i vranët dhe madhomendja në këtë orë duhet ketë edhe trafik nëpër kryeqytet, edhe jo vetëm. Tani besoj ju po e vini re që mua më mungon gjysma ime më e mirë në kuzhinë, që është Katerina, e cila sot nuk është fort mirë me shëndet, ndaj Kati të shkuara edhe në mungon të gjithve këtu, mua në mënyrë të veçantë, se nuk e di se doja bëj sot, por Kati mi ka lënë recetat, i ka bërë gati për t'ju prezantuar e natyrisht edhe për t'i përgatitur. Për fatin tim të mirë, sot qelluan recetat të thjeshta për t'u gatuar, kështu që Kati më ka besuar kuzhinën dhe këndin e gatimit, duke shpresuar shumë që unë t'ja dal deri në fund. Do thoni ju, tjetër gjë bëjmë të gjithë, ndaj ju ndjekim në këndin e gatimit për të mbajtur shënim recetat, për të parë mënyrën se si gatuhet dhe për të gatuar edhe ju në shtëpitë tuaja. Kështu që në 2 sezone me Katerinën këtu, me shumë mundësi jo vetëm ka mësuar, por do përpiqem që të mos është gënjej dhe në fund të thotë lumë shinduar Tanila, se i bëra ashtu si çun do t'i bëja nëse do isha aty me ty. Kështu që për të mos folur më shumë se ç'duhet, unë do të dojaj që fillimisht ju prezantoja me recetat që Kati më ka lënë sot me shumë dashuri e me shumë kujdes. Çfarë ka menduar të sjell për ju që po na ndiqni? Do t'i prezantoj recetat për bërësit dhe do filloj t'i gatuaj ashtu siç Kati më ka mësuar. Ndaj e nisëm me prezantimin e recetës së parë, të cilën do doja për të mos bërë ndonjë gabim, ta shohim të lexuar, ashtu siç janë të renditura të gjithë përbërësit. Madje le t'i prezantojmë të gjitha recetat, janë 3 dhe pastaj nisim me të parën për të gatuar. I shohim pak bashkë në ekran cilat janë recetat që do të sjellim. Kemi një recet interesante e cila vjen si me perime, ashtu edhe me bulmet, edhe me thëri me buke. Okej, e kemi nisur nga buka e misrit. Ja, ky është meraku më i madh. Pite me thëri me buke, djath, pul e perime. Një recetë e thjeshtë dhe e shijshme duket, të paktën nga mënyra se si do të gatuhet. Na duhen 3 feta buke, që mund të jetë ajo buka e ftohtë që ju ka mbetur në shtëpi. Na duhet 500 gram kos, një spec të kuq, një kungull të njom, një qep të thatë dhe pastaj më iku. Po na lini pak kohë t'i lexojmë. Buk misri vetëm me miell e ujë të ngrohtë, kjo s'ka nevojë fare të lexohet se është aq e thjeshtë sa mbahet mend, do vetëm ujë dhe miell misri. Receta e piteve na iku, kështu që kur ta rikthejmë pastaj në ekran, na i leni pak më gjatë që të shohim të gjithë përbërësit. Unë po i shoh këtu, kemi kosin, do të na duhet rreth 500 gram kos, do të kemi gjalpin, do të na duhet për ta spërkatur nga sipër përpara se ta vendosim në furr. Sigurisht që gjithçka që ne kemi në kuzhinën tonë kur bëhet fjalë për bulmetin është lufra, më e mira, më e shishmja, më e sigurta dhe me një gamë të gjerë të produkteve në tregun shqiptar. Do të përdorim gjithashtu edhe djathin e bardhë ose gjizën në këtë recetë, këtë doni, unë do kisha dëshirë ta bëja me gjizë në fakt, me këtë njomzën që është aq e freskët sa nuk ka ku të shkojë, me pak djath kaçkavall të spërkatur nga sipër, meqense e kemi edhe gati. Është ky djathi i grirë që nuk na lodh me rende për ta grirë, thjesht e hapim me zip, e mbyllim prap nëse nuk e përdorim të gjithin, edhe i kemi dhënë shije gatimeve tona. Do të kemi mishin e pulës që mund të jetë edhe puraj që ju ka mbetur nga një ditë përpara, se nuk është se duhet shumë. Kaq, një tas. I thërmuar. Pra, ndodh që ju mbetet mish në shtëpi. Keni pak bukë të ftohtë, e kemi grirë në thërime. Perimet Kati i ka grirë imët, qepën, specin e kuq edhe kungullin. Tani, do të kemi dhe vezët, patjetër që do të dojë edhe vezë kjo recetë, se të duhet, siç themi në gjuhën e kuzhinës, të lidhen përbërësit bashkë. Dhe veza o vital, me cilësinë 4 stin, është ajo që do të na ndihmojë për të marrë rezultatin më të mirë të këtyre piteve, të cilat do të përfundojnë në furr. Pra nuk i kemi të skuqura, do t'i kemi të pjekura. Furra është e ndezur. Mirë, nisim nga puna se minutat ikin. Atëherë, gjëja e parë që do të bëjmë është në një tas, që duhet pak i thellë, sepse do kemi goxha përbërës për të shtuar këtu brenda. Do ta nisim me kosin. Thërimet e bukës do të na duhen për të krijuar një bazë në tenxhere. Kosin mund ta zgjedhim 0, mund ta zgjedhim me përqindje më të lartë yndyre, siç është kosi natyral me 2.5% yndyr, por unë do të zgjedh këtë kosin këtu, i cili ka më pak se 500 gram, pra ka 380 gram, do të bëj pak më pak në sasi, që të mos më teproj në shishe, kështu që me këtë gotën e nis edhe e përfundoj të gjithë gatimin. Kosin do të shtojmë në një en. Okej. Edhe
Radha e punës nuk ka rëndësi, sepse të gjithë përbërësit do të bëhen bashk, mjafton që të trazohen mirë me njëri tjetrin. 2 kokra vezë, më duket se ishin në recet, edhe nëse është një, unë do t'i shtoj 2, për t'i dhënë pak volum gjatë pjekjes, dhe po zjedh një të bardh e një të kuqa. Në çdo kokër o vital, vezët janë të shkëlqyera. Në çdo paketim, që nga 8 kokrash, është kjo që unë zgjodha tani, po sigurisht që keni edhe paketime më të mëdha, prej 15 kokrash, nëse i përdorni më shumë vezët, nëse jeni familje më e madhe, e mira është të përdore, sidomos në mëngjes, me një vezë të zier, për të marrë të gjitha vlerat ushqyese që na duhen, të gjitha ankohemi për ditë të lodhshme, kështu që energjia na duhet që herët, sepse nuk kemi kohë të ankohemi, na pret shkolla, na pret puna, na pret shtëpia dhe të gjitha angazhimet e tjera që një pjesë e mirë e zonjave që po ndjekin tani me siguri e gjejnë veten. Kështu që na duhet përtej vakteve që ne zgjedhim, veza të jetë aty. Atëherë, do të shtojmë një nga një të gjithë përbërësit që ju tregova më sipër. Qepën i kemi të grira imët, pra në kubik, por imët, jo në rende, me thik. Do kemi dhe një recet me patate pastaj në pjesën e dytë, që është shumë e shishme dhe ajo, edhe e thjesht për të bërë, se do ketë vetëm 2 përbërës, pra patate qep, sigurisht kripa. Okej, speci, kuq, pothuajse në të njëjtat përmasa, është mirë kur gatuajmë që perimet ti presim të barabarta. Qoftë edhe kur përgatisim thjesht një gjell apo një turli, sepse kur serviren do të ngjajnë më bukur. Në këtë rast po e po, sepse do të kaloj në furrë dhe kur të prite do të na duket kështu si një ylber me ngjyra. Kungulli e ka radhën. Po njësoj, të njëjtin veprim do të kryejmë me të gjithë përbërësit. Okej. Mishi i pulës, i coptuar përsëri. Okej. Bëhet shumë thjesht, edhe mund të jetë vakti juaj i drekës për sot, me një supë, me një sallat, me ato patatet që ne do bëjmë pak më vonë. Pse jo dhe me bukën e misrit. Atëhere, njomza. Thashë në fillim që mund të përdorni njomzën, mund të përdorni djathin kashkavall dhe e përdorim për t'ja hedhë nga sipër, mund të përdorni djathin e bardhë, të lopës, të deles, varet se ju e dëshironi. Në rastin e njomzës, ne do të shtojmë edhe pak krip në këtë masën që unë po përgatis. Në rast se do të përdorni djathin e bardhë, që ka një sasi më të lartë të kripës, do duhet të mos i shtoni krip ose të shtoni shumë pak. Okej. Atëherë më duhet të marrë një lugë tjetër. Dy lugë. 2, 3, sa të dëshironi. Ja, po i shtoj dhe pak që të ndihet pak shija e gjizës brenda. Okej. Vazhdojmë, të njëjtën gjë do të bëjmë deri në fund, ndërsa ajo që duhet të shohim është mënyra se si do ta shtrojmë në tavë, pra kur do të jetë koha e vendosjes së thorimeve të bukës, të cilat kur të bashkohen me këtë mbushjen, edhe kur të piqen, do duket si një shtresë në fund. Pra nuk do kuptohet që është bukë. Okej. Po i shtoj pak krip. Nuk e mbaj menda ishte në recet vaj, por unë do i shtoj edhe pak vaj ulliri për ta bërë pak më të shkrifët. E duan pak perimet. Çfarë më ka mbetur majdanozi? Po. Erzat. Dhe pastaj majdanozin. Atëre, çfarë kemi këtu?
Piper të zi, piper të kuq, kemi rigon, kemi edhe nenexhik. Oke, ja ku janë. Dhe të gjitha i shtojmë brenda. Vazhdojmë edhe me majdanozin. Se i bukur është majdanozi, jep goxha ngjyrë. Se shije po e po. Bëra një kala me tasta këtu, po i largojmë pastaj. Ja kaq. Nuk kam mbaruar ende, thjesht është kaq e thjesht mënyra e përgatitjes. Tani, ajo që do të bëjmë tjetër është të lajmë duart. Dhe ta shtrojmë në tavë. Tani, përpara se ta vendosim këtë masën në tavë, sigurohemi që tavën e kemi lyer përpara me pak zgjalp. Tavat normale që kemi në shtëpi, mund ta bëni edhe më të trash, pra mund të shtoni më shumë sasi përbërësish, mund ta bëni edhe më të hollë, varet si ju e doni, si ju e keni dëshirë ta shijoni. Mendoj që kjo jona do të dali në trash si byreku, nëse mund ta quajmë kështu, apo të një pastiçoje. Tani gjysmën e bukës do ta shtrojmë në fund të tavës. Pjesën tjetër do ta lëmë për ta hedhur në sipërfaqe. Krijojmë një bazë, ndoshta pak më shumë se gjysma do të na duhet në fund, se kjo do ta mbaj. Pjesa sipër është sa për të krijuar atë korën, plus që sipër do të shtojmë edhe copës e gjalpi, do të shtojmë edhe djath kaçkavall, ndaj do të na ndihmoj pak më shumë djathi për të krijuar pjesën sipërfaqësore. Okej. Edhe pak në këto hapësirat boshe. Shumë e thjeshtë është. Shumë e thjeshtë. Atëherë, krijuam këtë bazën me bukë, marrim mbushjen. Dhe e hedhim nga sipër dhe më pas me ndihmën e një luge do ta shpërndajmë në mënyrë të barabartë. Tani, këtë duhet ta mbajmë me një dorë. Jo, këtë ka të mirë kuzhina se bën dhe aktivitet fizik me pesha. E largojmë. Okej. E hapim mirë. Gjatë kohës që gatuaj, mund ta shfaq një pak recetën në ekran, se nuk u pa e plot. Kështu që ta lëm pak më gjatë picet me thërime buke. Kështu që dhe ju kuptoni edhe një herë se çfarë ka këtu brenda. Pite me thërime buke, djath, pul e perime. Po e lexoj edhe një herë dhe pastaj i kthehemi përsëri gatimit. Pra na duhen 3 feta bukë, 500 gram kos, një spec të kuq, një kungull të njom, një qep të thatë ose 3 qep të njoma, apo një pjesë preshi, na duhet gjiz ose djath, 100 gram djath kaçkavall, 3 kokra vezë, i pas kam hedhur një vezë më pak vaj, kri, piper, majdanoz. Dhe mua më duk se 2 ishin shumë, do me thënë. Okej, bëjni me 3 vezë, si që keni në recetë. Unë e kam bërë me 2. Atëherë, krijuam këtë bazën. Ajo që mbetet është të shtoj thërimet e bukës. Ja kështu. Në të gjithë tavën. Duke përpjekur që ta shpërndajmë në mënyrë të barabartë. Buke edhe mund të shtoni nëse e doni pak më të trash, apo e doni që t'ju ndjehet buka. Dhe na ka mbetur djathi kaçkavall nga sipër. Okej. Kur e sheh kështu nuk të jep përshtypjen fare që është bërë me bukë, edhe me perime. Kur të piqet do duhet ta provojmë për të kuptuar nëse do të ndihet apo do të duket si një gatim që ngjan me një byrek me perime.
Copëza djathi kaçkavall të grirë. Do të shtojmë nga sipër dhe pastaj këtë tavë do ta kalojmë në furrë për të pjekur me 200 gradë për rreth 30-40 minuta. Ndaj në pjesën e dytë ne do ta kemi gati për ta treguar se si do të jetë edhe rezultati i saj final. Ndërkohë më duhet të ndes pak sobën, sepse do bëjmë një bukmistri që e do ujin e nxehtë, shumë të nxehtë. Dhe do ta kisha ndezur më herët. Por s'po ndes dot. Okej. Raporti i ujit dhe i bukës në këtë rast do të jetë 1:1. Pra 500 gram do të jetë miell mistri dhe 500 gram do të jetë ujë i nxehtë. Sigurisht kripa, që nuk do të mungoj. Ja kaj se po e përkëdhel më shumë se ç'duhet. Kështu. Sipër do t'i shtojmë vaj edhe gjalp. Dhe pastaj do ta vendosim në furrë për të pjekur. Gjalpi sigurisht që do të zgjedhim është lufra, disa copëza për t'i shtuar shije, ka kryuar dhe bulzat lufra jonë se ka qenë në frigorifer, kemi thënë gjithmonë që përtej freskësisë, përtej cilësisë që na ofrojnë produktet, duhet jemi të kujdesshëm dhe në mënyrën se si ne i ruajmë në shtëpi. Gjalpi është shumë delikat, djathi, gjizat, bulmeti në përgjithësi, kosti, qumshti. Ndaj, jo vetëm që lufra na siguron një afat kadence të shpejt, pra për të mos e mbajtur shumë gjatë produktin në shtëpi, por duhet të dim edhe që ruajtja që ne i bëjmë ka një tjetër ndikim të madh në produkte. Pra mbaruat punë me gjalpin, vendosen në frigorifer, mbaruat punë me qumshin, e njëjta gjë. Okej. Ndjes edhe një herë, sa të shplej pak duart. Pakës vaj ulliri dhe në furrë. Okej. Më shpejt se kaq dhe më thjesht se kaq nuk ka ku të shkojë një recet. Ju duhen vetëm një spec, një kungull dhe një kokërqep. Të grira në kubik të vegjël, ju duhet 500 gram kos, ju duhet 3 kokra vezë, sigurisht pakës krip edhe erza sipas dëshirës. Ne kemi shtuar ato erzat klasike si kripa, piperi, i zi edhe i kuj gjithashtu. Duhet majdanozi, pra do rreth një tufës majdanoz dhe 3 feta bukë të prera në copëza, gjithashtu edhe disa copa të mishit të pulës. Të gjitha nga pak, gjizë ose djath, të cilën ma rikujtoj receta. Të gjithë këto përbërës ne i bëjmë bashkë në një më pas thërimet e bukës i shtrojmë në një tavë, të cilën më pare kemi lyer me gjalp, atë masën që përgatitëm e vendosim mbi thërimet e bukës, edhe thërime bukës sipër, djath kaçkavall, copëza i gjalpi, pak vaj ulliri dhe tava është gati. E vendosim në furrë për ta pjekur dhe pastaj do bëjmë pak pushim. Kur të kthehemi, do bëjmë bukmistri dhe një tavë me patate dhe qep. Kështu që ju mos u largoni, kemi vetëm një hapësirë të shkurtër publicitare, unë ju pres këtu për 2 receta të tjera, pas pak në Vila 24. Këndi i gatimit na ka ritakuar përsëri së bashku. Ne vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë në Vila 24, si çdo mëngjes tjetër, për t'ju uruar një tjetër mirëmëngjes ju që zgjoheni vonë, edhe për më tepër sot në këtë ditë të vranët, po shijoni shtëpinë, po shijoni atë ambientin e ngrohtë, po pini kafe mëse jo në shoqërinë e Vila 24. Për ju që sa keni parë nga fillimi, po ju rikujtoj që unë jam sot vetëm në kuzhinë, por nesër do të jemi pa diskutim me Katin për të ju rikthyer normalitetit ton, por ama pa merak se recetat janë të Katerinës, kështu që mos vini në dyshim
dyshim fare si shihen e tyre, ashtu edhe nëse duhet i përgatisni apo jo. Çfarë kemi bërë ne sot? Në furrë, në fakt, unë kam vendosur një tavë shumë të këndshme dhe të shishme, e cila është pothuajse drejt përfundimit. Ato copëzat e bukës kanë filluar të piqen, kanë krijuar atë koren, është një pite. Unë mund ta hap sepse nuk është kek dhe kemi thënë vetëm keku nuk lejohet të hapet gjatë pjekjes. Dhe shikoni është duke përfunduar, pas pak do ta nxjerrim kur të fusim në furrë bukën e misrit, sepse temperaturën e kemi ulur, ndaj nuk rrezikojmë që të na digjet. Në një moment të dytë do ta rikthejmë recetën sepse është vërtet interesante për ta mësuar e për ta përgatitur, sidomos kur nuk keni kohë, sepse mjafton pak perime, një ngrirje të shpejtë, i bëjmë bashkë të gjitha nga këto receta që na nxjerrin nga situata, siç themi shpeshherë, kur nuk kemi kohë të gatuajmë në kuzhinë. Çfarë do bëjmë tjetër sot? Po vendos pak edhe një herë ujin të vloj, sepse buka e misrit që do të përgatisim tani do ujë të nxehtë. Do të bëjmë një bukë misri dhe sa herë që përgatisim bukë apo byreqe, apo ëmbëlsira, apo receta të tjera që nga më të thjeshta siç janë petullat, krepat apo pitet e tiganit, ne ju tregojmë gjithashtu edhe se me çfarë i përgatisim, cilët janë mielrat tanë të preferuar, sigurisht që është mielli Ola nga kompania Atlas, i cili vazhdon të na suportojë çdo ditë në gatimet në Vila 24 me shumë dëshirë, me shumë dashuri, ne jo vetëm që i gatuajmë, por edhe i shijojmë këtu duke treguar live edhe rezultatin e tyre. Mielli për pica është ai që po shohim në ekran, që na ka bërë të ndihemi si shefa në kuzhinë. Sigurisht që vendin e parë vazhdon ta mbaj mielli për çdo përdorim, sepse nga vetë emri që mban na jep mundësi ta përdorim në të gjitha llojet e gatimeve. Nuk mbeten më pas mielli i misrit i bardhë, mielli i misrit i verdhë, mielli integral apo mielli farin up në ngjyra që të tërheqin dhe të ftojnë që ti bësh pjesë të shtëpisë dhe të nisësh më një herë përgatitjen e një keku të thjeshtë, duke qenë se ashtu sikurse ne e kemi treguar shumë shpesh, farin up vjen ato paketimet 500 gramshe që nuk tepron fare sepse është fiksa për të realizuar një kek dhe ndër të tjera ka brenda miellin, ka pluhurin fryrës dhe aromën tuaj që do të doni të zgjidhni që nga vanilja, portokalli apo çokolata. Tani, tham do të bëjmë një bukë me miell misri, do të na duhen 500 gram miell misri, ne do të përdorim miellin e misrit të verdh, meqense ka atë ngjyrën më të fortë. Edhe do ta bëj bukën edhe më të ndjeshme, pra shijen e bukës së misrit dhe 500 ml ujë. Pra gjysmë kilogrami miell do të përdorim tani. Unë nuk jam aq e stërvitur në sy, Kati shpesh gatimet e saj i bën me sy siç thot, por Ola na vjen në ndihmë në këtë rast, sepse në pjesën e pasme të paketimit ka gramaturën përkatëse, që do të thot unë do të përdor gjysmën e paketimit derisa të vi këtu tek 500 gramshi. Ndaj e lehtëson punën në kuzhinë. Megjithatë, do ta shohim edhe pak me sy nëse do të duhet të shtojmë më tepër se aq, sepse kur punojmë me miell, herë qëllojmë të na vi trashësia e brumit siç na duhet, e herë jo. Uji ka vluar, kështu që unë po e heq dhe po e afroj. Është një bukë me kosto minimale, sepse do vetëm miellin edhe ujin. Madje Kati më ka thënë që as krip nuk do të duhet në këtë rast, o një majës gishtash o fare, sepse duhet të ndihet ajo ëmbëlsia karakteristike që ka vetë mielli i misrit dhe buka e misrit. Atëherë, duhet të jetë një brum i ngjeshur, ndaj unë do të bëj këtë përgatitjen fillestare në një tas, do ta lë të pushoj për pak, dhe pastaj do të rikthehemi përsëri punimit të miellit. Pra duhet të jetë e ngjeshur, nuk kemi të bëjmë me një brum të hollë këtë herë. Kjo e bën të veçantë këtë bukë. Okej. Jemi gati te 500, po e lë pak që kur t'i shtoj, që me siguri do t'i shtoj, mos ta teproj me miellin. Okej. Unë mendoj që duhet ta nxjerrim tavën. Mos na thekërojmë bukët më shumë se ç'duhet. Dhe t'ja u tregojmë nga afër. Ndërkohë, furrën po e lëm të ngrohtë, sepse do të na duhet për të vendosur bukën e misrit pas pak. Ta shohim pak ç'kemi bërë? Aromën e ka shumë të mirë. Më pëlqen dhe nga pamja. Djathi kaçkavall jo vetëm i ka dhënë aromën edhe shijen, po edhe këtë bukurinë nga sipër, duke krijuar këto koret e vogla në formë kërce. Shijojnë shumë, shijojnë shumë.
do të prihet në feta e sigurisht do të shijohet nga e gjithë familja. Atëherë, i rikthehemi bukës, të cilën tham, do ta bëjmë vetëm me miell mistri edhe me ujë, por ujë të nxehtë. Ujë kavluar, siç e shikoni vazhdon edhe lëshon avull akoma. Për të mos rrezikuar që brumi të më bëhet i holl, do ta shtojmë pak e nga pak në enë me ndihmën e një garuzhdeje. Sepse ndryshe do më bëhet i holl dhe do më duhet të shtoj shumë miell, gjë që do të më prish më pas raportin që receta ka të shkruar. Një recetë që nuk ka nevojë të mbahet fare shënim, sepse memorizohet aq kollaj sa s'ka ku të shkoj. Ka vetëm miell edhe ujë të nxehtë. Mielli i mistrit kur punohet bëhet shumë i këndshëm. Sidomos nga uji i nxehtë fillon shkriftohet menjëherë. Edhe e thith shumë shpejt. Okej. Ndërkohë që flasim, që punojmë do më thënë. Nuk e di që bëni unë në shtëpi kur gatuani, unë këndoj zakonisht, po nuk kemi muzikë këtu. Vetë po këndoj se do fikni televizorin. Okej. Pra, ajo që do bëjmë është, do ta punojmë, sa të jetë i fortë, i ngjeshur, dhe më pas do ta lëmë të pushojë. Dhe do të nisim recetën tjetër, që sërish është shumë e thjeshtë, e cila do qep, patate, vaj krip sigurisht, ndonjë erë sipas dëshirës, fillon dhe mbaron në tigan. Por, është shumë e shishme dhe shumë e thjeshtë për të përgatitur. Nga ato recetat e tjera që ne mund t'i bëjmë kur kthehemi nga puna dhe nuk kemi bërë asgjë në shtëpi. Mund të jetë edhe për darkë, pse jo, vetëm patate dhe qep do, për ju që s'keni probleme me konsumimin e qepës në mbrëmje, se shumë njerëz në mënyrë të veçantë darkën e duan pak më të lehtë dhe qepa ka ato ngacmimet e veta, por kur gatuhet nuk është se ndihet shumë. Okej. E lëm kështu për momentin, duke shtuar edhe pak fare ujë. Dhe e lëm të pushoj. Sepse pjesën tjetër të përzimit të përzierjes do ta bëjmë në dras me duar. Ndaj, duhet ta lëm pak dhe të ftohet, sepse tani është dhe e nxehtë, kështu që nuk mund të punohet me duar menjëherë. Okej, tani. Kjo është tava që do përdorim për të vendosur bukën, që është e thellë. Kemi një tavë të thellë që do thotë buka do të na dalë e trash. Do ta vendosim pak më vonë në tavë, sigurisht duke lyer me vaj, duke spërkatur pak me miell mistri, por do t'ja u tregoj në vazhdim. Tani kalojmë te receta tjetër. Para se të filloj punën unë, shohim pak përbërësit edhe nisim menjëherë nga gatimi. Edhe pse unë i kam këtu, kemi qepën pra, patatet. Pra patate me qep të skuqura në avull. Na duhen 2 qep mesatare, 5 patate mesatare, na duhet dhe 4 lugë vaj. Menjëherë nisim nga puna. Nuk duhet të bëjmë një skuqje të fortë të qepëve. Ne e kemi ndezur sobën, e kemi bërë gati, vendosim një tigan, një tenxhere me fund të thellë. E rëndësishme është që ta kemi ato enën me kapak, sepse do duhet ta mbuloj me kapak për t'i lënë mundësi që të ziej gradualisht me temperaturën e vet, sepse nuk do të shtojmë ujë. Do lëshoj thjesht avujt e vet. E lëm vetëm pak tiganin, qepën e kemi prerë në fije. Në feta të tilla, si një qep sallate pak a shumë. Ndërkohë po marr dhe lugën e drurit dhe fillojmë me skuqjen e qepës. E cila gjithmonë, sipas asaj që unë kam mësuar nga Kati, do një maj gishtërinjsh krip. Kjo e ndihmon menjëherë që të filloj skuqjen dhe e ndjen në fakt që nga zhurma, që nga tingujt që fillon të lëshoj skuqja, dhe nga aroma që qepa lëshon. Do ta lëm pak minuta. Ndërkohë, patatet i kemi prerë në feta. Mirë është të zgjidhni patate pak të vogla, që çdo fete saj të dalë e tillë.
Kemi në ujë të cilën unë duhet ta kulloj, për pak sekonda kthehem tek ju. Patatet i ruajmë gjithmonë në ujë, ju e dini tashmë, ndryshe do të fillojnë të nxihen, ndaj uji i ndihmon të qëndrojnë të tilla. Të njëjtën gjë siç bëjmë dhe me patollxhanet për shembull, edhe pse në rastin e patollxhaneve shtojmë edhe një maj gishte krip. Sapo të fillojnë të skuqen, do shtojmë patatet. Shohim ndërkohë që bëhet këtu me brumen. I ngjeshur më duket. Do ta punojmë pastaj në dras dhe ta shohim tamam. Në fakt mirë është ta kishim përfunduar në këtë që ta vëmë në furr. Ka mallsem digjet qepa, po ndërkohë një larje të shpejt duarve, marrim dhe drasën që do të na ndihmoj për të punuar bukën e misrit. Okej. I largojmë pak dhe krijojmë një hapësirë që ta shihni edhe ju se çfarë unë jam duke bërë. Atëherë. Kjo drasa do të na ndihmoj për ta hapur tani, i kthehemi pak qepve, sepse kaq duhet të skuqen, thamë që në fillim që nuk duhet të marrë një skuqje të fortë, dhe i shtojmë patatet. Atëherë, do t'i shtojmë edhe pakës krip, dhe me njëherë do të vendosim kapakun. Tani kripët ju e keni sipas dëshirës, unë e konsumoj pak më shumë se ç'duhet, kështu që e bëra recetën sipas shijes time. I vendosim kapakun dhe do ta lëm këtu tani. Kaq, më thjesht nuk ka ku të shkoj. I kthehemi pak brumit. Do të na duhet përsëri pakës ujë që të na ndihmoj për ta punuar. Por pak ama, sepse të jem e sinqert nuk dua të ndryshoj gramaturat, sepse nëse shtoj më shumë ujë se ç'duhet, do dua të shtoj edhe miell. Atëherë, puna do të bëhet me duar. Tham që duhet jetë një brum i ngjeshur edhe i fortë. Në rast se është më i qullës se ç'duhet, do duhet të shtojmë pakës miell. Dhe unë mendoj që do dhe pak miell. Thash që kam hedhur pak më pak se 500, pikërisht për këtë momentin këtu, të cilën e kisha me merak, që nuk do isha në rregull me sasinë e ujit, por brumrat përgjithsisht na e japin këtë lehtësi që mund të devijojmë pak nga gramaturat, pra jo do e mos duhet jemi 500-500. Se shkuam 550, nuk u bën name. Atëherë, punojmë dhe këtë pjesën e miellit që na mbeti dhe mendoj se është gati për ta vendosur në tavë. Okej. Tani mirë na duket. Kjo është trashësia. Tani duart më duhet i shplaj pak, po ju lë pak vetëm, mos u mërzisni, se do vi prap. Atëherë, shohim pak e patatet çfarë po ndodh? Atëherë, me patate duhet ndjekim këtë procedurë. I lëm pak minuta, i trazojmë. I lëm përsëri pak minuta dhe i trazojmë vazhdimisht, gjithmonë duke i mbuluar me kapak, sepse kështu do të bëhet gatimi i tyre. Dhe do të shkëmbejnë dhe shijet, siç themi gjithmonë, qepa me pataten. Edhe njerë do më duhet ja vendos kapakun tani. Vaj, ne kemi këtu. Në tavë. Do të shtojmë vaj ulliri.
duke e hapur në të gjithë tavën. Atëherë, brumin e kemi gati dhe do duhet ta marrim dhe ta shtojmë në tavë. Pra të na shkëputet, mos e kemi të qullët. Më duhet të marr pakës ujë që të më ndihmoj me shtrimin e brumit. Pra, sa herë që punojmë në kuzhinë edhe me brum në mënyrë të veçantë, dhe rrezikojmë që brumi të na mbetet në përduar, mbajmë një tas me ujë afër dhe punojmë dhe nuk na mbetet asgjë në duar. Pra, uji na ndihmon për ta hapur. Mund ta bëni edhe me lugë, ndoshta. Por ngjeshjen që bën dora, luga nuk do ta bënte. Okej. Edhe një herë një shplarje duarsh dhe ka mbetur vetëm për t'i shtuar sipër. Pak miell, që të jemi në rregull me këtë ndarjen. Okej. Vajin e ullirit që kemi shtuar poshtë, nëse e dalloni ka dalë nga pjesa anësore e tavës. Mjelli i mistrit e do, në fakt, vajin e ullirit. Shumë pak, vetëm pjesa e mesit, se anësoret kanë në fakt. Okej, tani, ajo që do të bëjmë në fund është ta spërkasim me miell mistri nga sipër. Dhe do ta vendosim në furrë. Nuk mendoj se koha do t'jetë në favorin ton për ta parë të pjekur, por ne do shohim si do jemi deri në fund dhe do ta nxjerrim qoftë edhe aq. Nuk pas kemi kohë. Do ta vendosim në furrë dhe do ta shikojmë në Balkan Web pak minuta më vonë. Me këtë rast po ju kujtoj edhe se ku na gjeni, nëse ju humbisni transmetimet tona të përditshme, nëse na ndosi sot që nuk na del koha për t'i treguar të gjitha recetat, pak minuta më vonë ju klikoni në Balkan Web, në faqen zyrtare dhe aty do të keni edhe recetat e gatimit, pra videon e plot, recetat e shkruara, shpjegimet e nevojshme dhe fotografin që ilustron çdo pjatë. Atëherë, po e vendos në furrë, kjo është receta. Kjo është buka, se nuk dua ta kthej shumë se e rrëshkas. Ikim. Dhe ndërkohë ne jemi në fund, do duhet ta mbyllim. Mua më vjen keq që nuk kemi mundësi ta shërbejmë qellën me patate, edhe me qep, por nuk është ende gati, por po e quajmë një recetë të shpjeguar sepse kaq është e gjitha që duhet të bëni. Pra, një përzierje të vazhdueshme të qepës dhe patateve, derisa të shihni që zierja e tyre është bërë e plot. Kështu duhet të jenë, të trasha, pra nuk kemi lëng, vetëm lëngjet që lëshojnë vetë patatet gjatë gatimit me ndihmën e kapakut duke i kthyer në avull. Atëherë, në fund fare, përpara se ta mbarojmë, do ta spërkasim me pak piper të kuj speci dhe do shohim që si patatet, ashtu edhe qepët do të kenë marrë edhe ngjyrën e duhur dhe shijen e duhur. Kjo ishte kuzhina për sot. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua. Nesër do t'jemi në kuzhinë me Katerinën dhe me duart e saj. Këto ishin recetat e Katit të përkthyera nga unë, siç bëni dhe ju në shtëpi sa herë që na ndiqni dhe përpiqeni të gatuani ato që ne u themi. Do të shkojmë në publicitet.